Vendosur një rregull në kampionatin, se unë ndjek shumë kampionatin shqiptar, duhet të luaj patjetër një talent shqiptar. 45 minuta. 45 minuta, patjetër, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Një nga ekipi të rinjve, talent shqiptar, duhet të luaj patjetër 45 minuta. Jemi çik të vjetër, është 18 vjeçari që ishte përpara viteve 90. Po, ajo që ka qenë dikur. Dikur ka qenë 18 vjeçar, do të ishte informacion dhe mos harrojmë që praktik e ka aplikuar para disa vitesh Gjeorgjia dhe e ka bërë me moshë dhe më të vogël. Më duket se 16 kishim me detyrim për të luajtur në kampionatin vendas. Dhe jemi dëshmitar që Norvegjia Europianin e kaluar kishte sukses të jashtëzakonshëm vetëm për këtij projekti, pra për këtij plani 5 vjeçar, 10 vjeçar që e bëri disa kohë përpara dhe i dha frytet. Shpresojmë që edhe ne patjetër që do ndikojë dhe pse jo dhe vitin tjetër të shtohet ky rregull në 2 lojtarë ose më shumë. Dhe ky projekt sa furnizon kombëtaren tonë shqiptare? Këtë do ta shohim pas disa vitesh pra. Se ne jemi mësuar gjithmonë të marrim besoj, domethënë qendrona ajo që do ta jeta për çështje buxheti. Që kanë lindur Shqipëria skuadrave shqiptare kanë pamundur për të bërë projekte afatgjata se duhet të kesh financa. Edhe 16 vjeçarët që thotë bile që do futen direkt do dalin jashtë shtetit, ato do ikin. Tani patjetër në një, po themi, delegacion ishim në te Ajduku Splitit, edhe po shikonim se si funksionon dhe një akademi, një ekipi parë dhe një akademi. Ajduku Splitit nuk ishte me sponsora. Pra çfarë merrte nga sponsorat i kishte në ark. Ndërsa jetonte, po themi, ose militonte në kategorinë e vetëm me prodhimin e akademisë. Ata fitonin diku deri në 10 milion euro çdo vit nga shitjet e akademisë vet, nga lojtarët e akademisë. Edhe financat i kishte gjithkohës me pluse. Por ka vite që Kroacia e bën këtë, po themi Ajduku Splitit, imagjino tani Dinamo Zagrebi sa mund të prodhoj nga lojtarët e vet. Pra, ideja është që nëse ne nuk i hedhim syt tek të rinj, nuk kemi besim të japim minuta të rinjve, ose edhe trajnerët e moshave lëvizin, sot jetë tek U9 dhe nesër e gjemet e U19, ka një problem shumë të madh. Trajneri U19 duhet jetë krau i djathtë i trajnerit parë. Dhe kështu me radhë duhet të vijë hierarkia që ne të përcjellim brezat. Po ai kryetrajneri për trajneri ekipit parë nuk vjet vetëm për të marrë rezultatet e ekipit parë. Mendoj se duhet vihet aty për të sjellë një filozofi. Qartë.